Gjatë 24 orëve të fundit, 2 aksidente rrugore kanë shkaktuar 11 të plagosur në aksin Lezhë-Mamurras. Njëra ngjarje ndodhi pas ditën e së dielës pranë Fushmilotit, ku përplasen 3 automjete me drejtues shtetasit Bekim Babgori, Cin Shani dhe Gert Vuksani. Si pasojë u dëmtuan 2 drejtuesit e mjeteve, Cin Shani dhe Bekim Babgori, si dhe pasagerët Fatime Cubi, Donika Kastrati, Drita Aliaj, Gjevije Nezaj dhe Shaqe Shani. Të dëmtuarit u dërguan menjëherë në spitalin e Lezhës, ku ndollen nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Në lidhje me ngjarjen, policia ka arrestuar një prej drejtuesve, Bekim Babgori, për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Ngjarja e dytë ndodhi gjatë natës pranë fshatit Gjorm në Kurbin, ku 3 të rinj mbeten të plagosur ënd. Automjeti tip Audi me të cilin ata udhtonin devijoi nga rruga dhe u përplas me barrierat anësore. Të lënduarit janë drejtuesi i mjetit Albert Togu, si dhe pasagerët Albion Mamli dhe Romario Alia. Ata u transportuan me urgjencë në spitalin e traumës në Tiranë dhe sipas raportimeve ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia bën me dije se ka arrestuar shtetasin Sadik Kapica, i cili në gjendje të dehur ka qenë shkak për aksidentin.